Për shëndetin në kuzhinën e Njerit, sot kam vendosur përgatit një drekë të shpejt, shishme dhe shumë të lehtë përgatitje. Krejt që kanë nevojitën prej përbërësve janë 7 patate, i kom ngri kështu, normal i kom qeru edhe i kom ngri pra sa është forma e patateve, 1 kilogram misht pulës, 1 lugë të gjellës veget, 1 lugë të mesme biber të kuq, 5 thelbi hudhër, vaj ulliri edhe 1 filxhan të kafes turke me halta për ndryshe ojk. Bismillah, fillojna me përgatitjen. I morëm tash patatë që jemi pastru mirë edhe i qesim tek mishi pulës, përzina. Furrën e kom çuar në temperaturë 220 gradë. Melmesat e hedhim. Hudhrën. Vaj ulliri. Edhe halta, ose shlag sane, ose shlag gram këtë në Gjermani, ose ajk me Kosovë. Tash ti përzina të gjitha. Pas i kemi përzit të gjitha së bashku, tash i qesim në një tepsi me dimenzion 98 cm ose më të madhe nëse jeni antar më shumë të familjes, veç i dyfishoni mosat. Pas e kemi rendit mas pare patatet në tepsi, tash morëm mishin e pulës që kemi marinu edhe e qesim pra mbi patate. Morëm asanena të kësaj letër për pjekje edhe lagum me ojë, si gjithmonë ja qesim për mi edhe me njerë fusim tepsin në furrën e nxehur. Një drekë e shpejt përgatitje dhe me shumë shije. Tashti këtë harqen me hudhra që kam bet në fund, ja shprazëm qështu për mi edhe ja qesim pra letrën për pjekje që lagu me ujë edhe me njëherë fusim në furrë tepsinë. Edhe tepsinë e kom hek prej furrës, për 1 orë rrafsha kom lënë tepsinë pra në temperaturë 220 gradë në furrë. 15 minuta para se më bë pra 1 orë rrafsh, ja kom hek letrën për pjekje, edhe kom lënë mishin e pulës që të rreshket. Ja vlen ta provoni një drekë e shpejt, një drekë shumë e shishme, një sallatë përgatit edhe çka dani më shumë veç bismillah edhe më kënaq. Nëse përgatitni, ju të më shënduar, t'ju baft mirë, neve po ashtu. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni, komentet e bukura e deri në recetën e radhës nga kuzhina e Njerit. Ju them miru pafshim.